Specialistë seksionit të qarkullimit rrugor në Lezhë arrestuan në flagrancë shtetasin MZ33 vjeç banues në fshatin Balltre, pasi u kap duke drejtuar automjetin e gjendehur. Specialistë seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lezhë referuan atalën e prokurori nisi procedimin e gjendë të lirë për shtetasin AP40 vjeç banues në fshatin Gjergjan Puk, pasi po kryen depunime ndërtimi pa leje në një sipërfaqe toke si dhe ka kanosur një shtetas që pretendon pronësinë mbi këtë tokë. Gjithashtu referuam atalën e prokurori për një shtetas 17 vjeç banues në fshatin Rabosht, pasi dyshohet se ka kanosur dy bashkëmoshëtar nëpërmjet rrjetit social Instagram. Specialistë seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Mirdite referuam atalën e prokurorit nisi procedimin e gjendë të lirë për shtetasin FF46 vjeç banues në fshatin Kaçinar, pasi ka penguar kalimin e mjeteve të një firme koncesionare në rrugën lidhëse Kaçinar-Arrës dhe nuk i është bindur urdhrat e punonjësve të policisë për lirimin e rrugës. Ndërkohë me datë 8 prill, rreth orës 00:40 në Spitalin Regional të Lezhës ka shkuar për të marrë mjekim jashtë rrezikut për jetën shtetasi DD 32 vjeç, mbrëmjen e dijshme në aksin rrugor Velipoj Shëngjin, dyshohet se një konflikt të qastit është goditur me grushti nga persona ende të paidentifikuar. Vijojnë veprimet hetimore për identifikimin dhe kapjen e personave të përfshirë në konflikt, njofton policia.